بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pyet, i ka thonë ja Rasulullah, eju sadaqati a'zamu ajra, o i dërguari Allahut, cili lloj i lëmoshës i sadakas ka problem më të madh? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Të japësh lëmosh duke qenë i shëndetshëm edhe duke të vy pasunia, duke të dashur pasunia. Takhsha al-faqra wa ta'mal al-ghina, duke qenë se ti friksohesh nga varfrimi edhe lakmon që të pasurohesh. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا فقد كان لفلان. Thot e nas një mënyrë mos e vëno dhënien e sadakas derisa të vije shpirtin në fyt, e të fillon të thuash filanit i takon kaq, e filanit i takon kaq, për arsye se në ato momente jenë një gjendje në cilën pasunia jote një me i takon filanet, që do në thot nuk takon ty mo. Këtu përfundon hadithi. Sahabët në përgjithësi, Ebu Hurajra një prej tyne, madje më i veçumi, ka përjetu situata, rrethana dhe momente të ndryshme, ka prezentu në zhvillime të ndryshme që janë lidhë me veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka transmetu raste kur kanë ardhur njerëzit edhe kanë parashtru pyetje nga më të ndryshme. Njerëzit që kanë ardhur kryesisht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë pas interesime dhe shqetësime të natyrës qysh me mujt me bo një vepër që ajo me qenë sa më cilësore. Edhe shqetësimet e tyre në mes tjera kanë qenë qysh me mujt me arrit që me fitu sa më tepër sevap edhe është problem. Dhe një prej atyre pyetjeve është edhe kjo, për një njeri i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në rastin ton nuk përmendet me emën, pra nuk e dim kush ka qenë, po thonë ka ardhur një njeri, ka ardhur një burr. Edhe sikur të ishte me rëndësi me e ditë kush ka qenë, në base edhe nuk do të mbeteshim pa e ditë, por theksi është te pyetja, te lloji pyet, çka ka pyet çaj njeri, çka shumë më me rëndësi me e ditë çka ka pyet, se sa çka ka pas emne. Dhe pyetja e tij ka qenë eju sadaqati a'zamu ajra, cili lloj i lëmoshës, cili lloj i sadakas ka shpërblim më të madh. Pra e kanë ditë sahabët edhe ky pyetsin mesin e tyre se sadakaja me gjithatë ka shpërblim. Por e ka ditë gjithashtu se edhe veprat e kryme, ani pse janë vepra të mira, edhe për to Allah i madhruar ka përgatit ose ka premtuar shpërblim, megjithatë nuk janë të gjitha të njëjta. Disa mundën me pas vlerë më shumë se disa tjera, edhe pikërisht për këtë janë interesu me ditë se qysh me mujt me e kuptu cilat vepra janë me ma shumë vlerë për me mujt që ato me i vepru. Pra, pyetjet edhe interesimet e sahabeve, Allahu qoftë i kënaqur me te, janë kon interesante edhe duhet jenë frymëzuese për neve. Por gjithmonë interesimi ynë më i madh duhet të jetë për ato përgjigje të mrekullueshme të cilat i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe te rasti i sadakas, sikur te rasti edhe i të gjitha pyetjeve tjera, për një mend pejgamberi alaihi salatu wasallam shumë mjeshtrisht ju ka kallëzuar njerëzve se çysh do të me bë vepra, qoftë edhe me të njëjtin mund, po me ditë me godit aty ku duhet, në mënyrë që me e kap sevapin më të madh.
Në rastin konkret të kësaj pyetje të sadakas dhe vlerës e sevapit të saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot atij burrit, edhe nëpërmjet asaj na drejtohet edhe neve gjithsesi, anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Sadakaja më me vlerë, edhe prej cilës ka mas tepër me sevap, është që ti të japësh sadaka duke qenë sahih, duke qenë i shëndetshëm. Pra, duke mos qenë i smut, po jo thjesht duke mos qenë i smut me ndonjë smundje të rëndëmt, për arsye se edhe në këtë situatë sadakaja ka vlerë mjaft. Bile në disa hadithe tjera, disa udhëzime ka ardhur një porosi profetike ku thot të sëmurit tuaj trajtojini me sadaka. Mund është edhe vetë me kon i smut, po jo në smundjen e vdekjes, jo në shtratin e vdekjes. Mund është me kon i smut, edhe mund është me e përdor një terapi cilën ta ka përshkru mjeku, edhe mund është paralelisht me dhonë sadaka me njetë që Allah i madhruar me të ofru shërim, ose me të shpejtu shërime. Ose mundet me konë dikush në familje i smut, edhe ti me dhonë sadaka me njetë që Allah i madhruar me i dhonë shërim, ose me ja shpejtu shërimen. Kështu që, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja ka vlerë nëse ti e jep duke qenë i shëndetshëm, si duket synimi i kësaj është që mos me ardh puna kur të shtrihet njëri në shtratin e vdekjes, pak para se me i mbyll syt, pak para se me u nda prej kësaj jete, me ja nis tash prej asaj pasunie me të cilën Allahu e ka begatu, ai me dhon edhe me thonë filanit që kaq, e filanit tjetër që kaq, e filanit që kaq, për arsye se njeriu në shtratin e vdekjes, edhe në momentin e vdekjes, nuk është se i dhimbset pasuria, nuk është se lakmon me e majt pasurin. Që do në me thonë se kur është i shnosh i dhimbset pasuria. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend dy shprehje. Të japësh sadaka wa anta sahihun shahih. Duke qenë i shëndetshëm, edhe duke të dhimbë, duke të dosht pasunia. Se njerit shnosh, edhe njerit gjallë i duhen edhe paret, i duhet edhe gjithë shkafe. E kjo do në thëtë që njeriu duke qenë këtë gjendje, ka nevoj për që ato mjete që i ka, për që ato pare që i ka, për që ato pasuni që e posedon, me gjithë atë e gjenë forcen edhe motivin për i qasaj me dhanë, që kjo është sadakaja ma e mirë. Pra, përshkrim i sadakas duke u bazu në gjendjen e ati që e jep. Cila është sadakaja ma me vlerë? Përgjigja, përshkrimi i sadakas duke u bazu, duke e vlerësu gjendjen e ati që e jep. Pra, jo kujna ja jep, ose ku e shpenzon. Edhe pse, ka edhe hadithe tjera, ndonjëherë sigurisht do t'i trajtojmë edhe ato, cila sadaka ka vlerë ma tepër si mas asaj kush përfiton. Pra, ka edhe hadithe tjera, ku sadakaja vlera e saj trajtohet si mas ati që përfiton. Një prej tyne për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja më e mirë është ajo parë të cilën ti e shpenzon për me i majt çata që e ki obligim me i majt. Do të thonë ajo që ti e shpenzon për me e majt familjen, se e ki borxh. Ç'kjo është sadakaja më e mirë? Ani pse po kryen obligim, mirë po vlera e atij shpenzimi është e veçantë. Po në rastin e këtij hadithit që jemi të e trajtu, është duke e shiku gjendjen e atij që ka me dhanë. Edhe në fund fare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një udhëzim, ka thonë mos prit, mos e shtyj sadakan derisa të vjen shpirtin fyt për me dalë. Hatta idha belagatil hulqum, kështu ka ardhur në hadith. Mos e shtyj, mos e vona sadakan derisa të vjen shpirti në fyt. Që do të thotë jepe para kësaj. Jepe para se me ardhën këtë gjendje. Sa kohë para se me ardhën këtë gjendje, jep vazhdimisht sa je i shëndetshëm, sa të lejojnë mundësit, edhe mos e ndalë dorën kur. Kur vjen momenti i ardhjes së shpirtit në fyt, pastaj çajo sadaka, sikur edhe çajo praktik e mirë në përgjithësi që e ke bë para se me ranë në shtratin e vdekjes, krejt ato kanë me tu gjind, dhe jo vetëm,
por veprat kanë me vazhdu si mbas asaj që i ke bo kur ke qenë i shëndetshëm. Veprat kanë me vazhdu si mbas asaj që i ke bo kur ke pas mundësi me i kry, edhe thot mos e prit momentin me ushtrin shtratin e vdekjes, e tani me fillu me thonë, filonit ja kësha lanë qëto, e filonit ja kësha lanë qëto, se që ato që ka i ki, kur të shtrihesh me vdek, ato për një me, i filonit kanë me i taku se as një njeri pasunin, me rastin e daljes ti nga kjo jetë dhe nga kjo botë, nuk e merë me vete. Allah i shpëblet për momendin, wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.